Një tjetër ndalesë e rëndësishme në kuadër të fushatës së tij elektorale për kandidatin e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj ishte ajo në Velç, ku mbajt një takim i hapur me banorët e zonës. Në këtë bashkëbisedim ishte i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj, i cili u shpreh se komuniteti i kësaj zone ka fatin që kandidati Sinaj është sërish në garë për të përfaqësuar zonën në kuvend. Bellaj theksoi se vota për Sinaj është jo vetëm një zgjedhje politike, por një investim i përbashkët për të ardhmen. E pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet. Çdo njeri do të shkojë në kutinë e votimit dhe një në 4 vjet ka drejtë të zgjedhë. Besoj që këtë vota e gjithëve ne është vendimtare për vendin. Ka ardhur momenti të shikojmë drejt Evropës. Besoj që ne të gjithë si krajin kemi një fat. Është vërtet fat i madh që Vullneti është përsëri kandidat dhe është përsëri në zonën tonë. E kërkojnë shumë zona, por Vullneti zonën tonë nuk e ndan me asnjë. Shpresoj dhe besoj që edhe në 11 maj këto raporte do të forcohen edhe më shumë. Kandidati për mandatin e tretë në fjalën e tij u shpreh falënderues për besimin, si dhe mbështetjen që kjo zonë i ka dhënë, gjë që e konsideron një borxh moral e shpirtëror që e motivon të punojë për realizimin e projekteve në dobi të komunitetit, ndërsa shprehu besimin e tij të plotë se në këtë zgjedhje do të marrë votat e të gjithë krajinës. Dua të them që jam mirënjohës dhe falënderues çfarë keni bërë që me votat tuaja keni votuar që unë të jem deputet dhe Partia Socialiste tjetë fituese këtu në Velç, po edhe për bashkinë që Nertili është sot kryetar bashkie më besuat edhe e votuat. Dhe për këtë dua të jem falënderues. Kur më that na jep fjalën për rrugën, të t'japim votat. S'na bën rrugën, s't'japim votat. Unë thash që nuk e bëj rrugën, po ju prapë më votuat. Dhe unë këtë e kam akoma borxh derisa ta mbaroj atë investimin. Po e kisha borxh shpirtëror edhe moral, timin, se kur tjetri të beson, ti duhet t'ja shpërblesh me punë. Pesha e deputetit janë njerëzit që e mbështesin. Unë jam sot këtu që flas me ju fal 2 faktorëve. I pari jeni ju që edhe pse unë si bëra të gjitha, keni fol fjalët më të mira për mua gjithandej. Dhe ndjej respektin dhe do t'ju them shumë faleminderit për respektin që keni treguar për mua dhe më dhëm të fuqi, Zoti them t'ja u shpërblej dot. E dyta është që ky kryetari i bashkisë këtu që unë zgjoha, ky ka uri që tash unë ka u plak edhe ka uri, e troqi parmendën këtë radhë. E bëri ky sebepin që u hap rruga. Velça dhe i gjithë zonat përreth kanë një potencial të jashtëzakonshëm, gjë që kërkon përfaqësimin dhe angazhimin e vazhdueshëm, përfundoi Sinaj.